si ka mundësi që një filozofi e lashtë, e lindur në tregjet e zhurshme të Greqisë, të bëhet një mjet bjetese në një kamp torture? Kjo analizë do të zbuloj pikërisht këtë, se si mendja njerëzore mund të kthehet në një fortesë të pathyeshme edhe kur përballet me vuajtje që as nuk mund t'i imagjinojmë. Kjo është pyetja që qëndron në zemër të gjithçkaje. Ku është ai kufiri? Cili është ai pragu, përtej të cilit shpirti i njeriu thjesht thyet? Pak thim. E po, për pilotin luftarak James Stockdale, kjo nuk ishte një pyetje teorike. Ishte realiteti i tij për 8 vjet. 8 vjet të gjata e të raskapitshme. Çdo ditë ishte një betejë, jo thjesht për të mbajtur trupin gjallë, por për të mos e humbur mendjen. Dhe pas gjithë kësaj, pas atij ferrit në tokë, ai shkruan këtë fjalë. Fjalë që në fillim thjesht nuk kanë kuptim. Si mund të dikush ta bekojë burgun e vet? Përgjigjja, siç duket, nuk gjendet në ndonjë manual ushtarak, por në një manual shumë më të lashtë, një manual për shpirtin. Dhe pikërisht kështu do ta shohim këtë rrëfim. Burgu për Stockdale nuk ishte thjesht një vend vuajtjeje. Jo, u bë laboratori i tij personal, ku ide filosofike 2000 vjeçare nuk u testuan me teori, por me gjak, me dhimbje, me realitetin më brutal. Pra, le të hyjmë brenda këtij laboratori, të shohim nga afër atë transformim brutal që Stockdale pësoi në momentin që dyert u mbyllën pas tij. Imagjinoni pak këtë rënje të menjëhershme. Në momentin që parashuta e tij hapet, gjithçka që e përcaktonte atë, identiteti i tij jashtëm, grada, uniforma, respekti, gjithçka u zhduk, u shkërmoq në ajër. Nga një komandant i qindra njerëzve, ai u kthye në një objekt për çmimi, i etiketuar thjesht si kriminal. Ky ishte një rënim total, deri në kockë. Ai e pa me sytë e tij se sa shpejt mund të zhvishet dinjiteti i një njeriu. Por, pikërisht aty, në atë pikë zero, kur nuk i kishte mbetur asgjë nga bota e jashtme, ai mori një vendim. Do ta përdorte burgun si një terren testimi. Do të shihte nëse mësimet e filozofëve të lashtë funksiononin vërtet kur përballeshin me realitetin më të egër. Mirë, po cili ishte ky manuali i lashtë? Ishte stoicizmi, një filozofi që nuk u fërketua nga akademik në kulla fildishi. Jo, u fërketua nga njerëz si Epikteti, i njeri që e dinte mirë se çdo të thoshte të mos ishe i lirë, sepse kishte qenë vetë sklav. Dhe dëgjoni me vëmendje, sepse Epikteti nuk po fliste për spekulime boshe. Filozofia e tij ishte një manual praktik për çështjet më të rënda të jetës. Si të durosh dhimbjen, si të përballesh me vdekjen dhe si të jesh i lirë edhe kur je i lidhur me zinxhir. Kjo metaforë është absolutisht thelbësore. Sipas stoikëve, ne nuk i zgjedhim rrethanat tona, fiks si Stockdale, që nuk zgjodhi të ishte rob lufte. Ajo pjesë i takon, le të themi, regjisorit të dramës. Detyra jone vetme, misioni ynë, është ta luajmë rolin që na është dhënë sa më mirë që mundemi, me dinjitet dhe përsosmëri. Dhe kjo na çon direkt te mjeti më praktik dhe më i fuqishëm në të gjithë arsenalin stoik. Ky është parimi mbi të cilin Stockdale ndërtoi gjithë mbijetesën e tij mendore. Ky është mjeti kryesor, një ndarje thjesht, por brutalisht efikase e realitetit. Për stoikët, çdo gjë, absolutisht çdo gjë në univers hyn në njërin nga këto dy kuti. Dhe sekreti i paqes mendore, i qetësisë shpirtërore, është të kuptosh saktësisht se në cilën kuti ndodhet çdo gjë. Pra çfarë kemi vërtet nën kontroll? E po, kategoria A është në fakt shumë e vogël. Gjykimet tona, qëllimet tona, vullneti ynë, thelbësisht vetëm bota jone brendshme. Gjithçka tjetër, reputacioni, pasuria, madje edhe shëndeti ynë apo veprimet e të tjerëve, të gjitha këto hyjnë në kategorinë B. Janë jashtë kontrollit ton të plot. Dhe ja ku qëndron e gjithë urtësia. Përqëndrohu vetëm të ajo që mund të ndikosh drejt për drejt, reagimet e tua, vullneti yt. Sepse të përpiqesh të kontrollosh botën e jashtme, është një recetë e sigurt për ankth dhe dëshpërim. Por të përqëndrohesh tek ajo e brendshme. Kjo është liria vërtet. Por mirë, kjo është teoria. Si duket kjo në praktik, kur je nën presionin ekstrem të torturës? Tani do të shohim se si Stockdale e ktheu këtë filozofi në një armë të vërtet. Ky ishte zbulimi kyç i Stockdale-it në dhomën e marrjes në pyetje. Ai e kuptoi se betejë e vërtet nuk ishte fizike, por psikologjike. Monedha me të cilën tregtohej aty brenda nuk ishte informacioni, por turpi.
Nëse ata arrinin ta bënin të ndjehi i turpëruar, ata fitonin. Kaq e gjesht. Dhe kjo e ilustron në mënyrë perfekte filozofinë në veprim. Shikoni pak se si ai fokusohet vetëm te gjërat që mund të kontrollojë. Ai përshpëriste vazhdimisht këngë për të forcuar vullnetin e tij. Ai e përqendronte shikimin te veshji i Marsit në pyetje një pikë neutrale për të ruajtur kontrollin e brendshëm. Dhe më e rëndësishmja, ai e kuptoi se turpi nuk ishte diçka që mund t'ia jepnin, ishte një gjykim që ai duhej ta pranonte, dhe ai thjesht refuzoi. Ky është thelbi i përgjegjësisë radikale personale. Sipas kësaj logjike të hekurt, askush nuk mund të bëjë viktim. Vetëm mendja jote e padisiplinuar, vetëm vullneti yt i thyer mund ta bëjë këtë. Dhe kjo na çon te dallimi i fundit, ndoshta më i thellë nga të gjithë, dallimi midis dhimbjes fizike dhe të vetmit dëm që një stoik i friksohet me të vërtetë. Shikoni këtë kontrast të icebergut. Për Stockdale, kockat e thyera dhe plagët, sado të tmerrshme, ishin thjesht gjëra të vogla. Pse? Sepse ishin të jashtme, i shkaktoheshin nga të tjerët. Por dëmi i vërtet, dëmi stoik, pra shkatrimi i karakterit dhe integritetit tënd, kjo ishte katastrofa e vetme e vërtet, sepse ishte e vetmja gjë që ai mund t'ja bënte vetes. Ky citat e përmbledh në mënyrë perfekte. Çelësi i burgut dhe çelësi i lirisë ndodhen në të njëjtin vend, brenda nesh. Fuqia nuk qëndron te rojet, as te rrethanat, qëndron brenda vullnetit ton. Këto vargje nga poema Invictus janë praktikisht himni i shpirtit stoik. Ato përmbledhin gjithçka. Pavarësisht tuhive të jashtme, kontrolli përfundimtar mbi shpirtin mbetet tek individi. Kjo ishte vërteta që e mbajti Stockdale-in jo vetëm gjallë, por shpirtërisht të paprekur. Kështu, ky shpjegim mbyllet me një pyetje për të gjithë ne. Në laboratorin e jetës son, në presionet e përditshme, në brishtësinë e reputacionit apo në peshën e sfidave personale, cilat gjëra të jashtme po i lejojmë të marrin kontrollin. Historia e Stockdale na kujton se fuqia më e madhe nuk është aftësia për të ndryshuar botën rreth nesh, por aftësia për të zotruar botën brenda nesh.